Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Një lugë vaj ulliri esull në mëngjes dhe trajton menjëherë këto probleme. Edhe pse vaji zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt, pirja e tij do ju lejojë të merrni përfitimet maksimale. Njihet për efektet pozitive në zemër, për mrekullinë që bën më trup dhe shkon përtej kësaj. Sipas brajt saj, duhet të konsumoni çdo mëngjes një lugë me vaj ulliri për këto arsye. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike. Do të ofrojë përfitime të mira për shëndetin e lëkurës. Ai redukton skuqjen dhe entjen dhe ngadalëson shfaqjen e rrudhave. Vaji i ullirit ka veti të fuqishme antibakteriale dhe shërben si një dezinfektues natyral. Ai ndihmon gjithashtu në humbjen e peshës. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete të pasur mesdhetare, e cila është e pasur me vaj ulliri, ka efekte pozitive në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi i vajit të ullirit i ndihmoi ata të humbisnin më lehtë në peshë. Ai është i mirë për shëndetin e trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Përmirëson shëndetin e kockave. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përbërjet që gjenden te vaji i ullirit përmirësojnë dhimbjet e kyçeve dhe ngurtësimet e mëngjesit që shkaktohen nga artriti. Zvogëlon inflamacionin. Pashurimi i dietës suaj me vaj ulliri dhe ushqime të tjera me acide yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacionin në trup. Nga ana tjetër ndihmon në parandalimin dhe shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuar nga inflamacioni. Përmirëson shëndetin e zorrve. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në stomak mund të shkaktojnë ulçër. Vaji i ullirit është provuar se lufton bakteri dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri në ditë mund të shkatërrojë bakteriet e dëmshme në më pak se 14 ditë, citon Brightside. Ndihmon në kontrollin e sheqerit në gjak. Vaji i ullirit ekstra i pastër mund të jetë një sekret për uljen e glukozës në gjak. Ai mbron trupin nga diabeti tipi 2 dhe mund të zvogëlojë gjithashtu rrezikun e tij për mbi 40%, duke siguruar një mbrojtje maksimale për shëndetin tuaj. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike, redukton skuqjen e entjen dhe gjithashtu mund të sjellë përmirësim të dukshëm të lëkurës suaj. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vaj ulliri ka provuar të jetë pozitive në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar që provoi se konsumi i vajit të ullirit i ndihmoi këta persona në humbjen e peshës. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit heq grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit që pinë rregullisht vajin e ullirit kanë një memorie më të mirë se ata që mbajnë një dietë me pak yndyrë. Përmirëson gjithashtu shëndetin e kockave. Vaji i ullirit i ndihmon njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përmbajtja që gjendet te vaji i ullirit përmirëson dhimbjet e kyçeve, ngurtësimet e mëngjesit që shkaktohen kryesisht edhe nga problemet e artritit. Vaji i ullirit është i pasur me yndyrna të shëndetshme mono të pangopura, të cilët do të sjellin përfitime të mira për shëndetin tuaj dhe ka veti efektive kundër problemeve antiinflamatore. Inflamacioni kronik mendohet të jetë nxitësi kryesor i sëmundjeve, si ato të zemrës, sindroma metabolike, diabeti, artriti, Alzheimeri, madje dhe obeziteti. Vaji i ullirit mundet të zvogëlojë inflamacionin, i cili mund të jetë nga një arsye kryesore nga përfitimet e tij shëndetësore. Efektet kryesore antiinflamatore ndërmjetësohen nga antioksidantët. Midis tyre kyç është edhe oleokantal, i cili ka treguar funksione të ngjashme edhe në lehtësimin e problemeve të tilla. Vaji i ullirit mundet të ndihmojë në parandalimin e goditjeve në tru. Goditja në tru shkaktohet nga një shqetësim i rrjedhjes së gjakut në tru.
qoftë për shkak të mpiksjes së gjakut ose edhe për probleme të tjera. Në vende të zhvilluara, goditja në tru është shkaku i dytë më i zakonshëm i humbjes së jetës menjëherë pas sëmundjeve të zemrës. Një rishikim i madh i të paktën disa studimeve që përfshin 841.000 njerëz zbuloi se vaji i ullirit ishte një burim i yndyrnave të pangopura lidhur me një rrezik të reduktuar të goditjeve në tru dhe sëmundjeve në zemër. Një lugë vaj ulliri çdo mëngjes do t'i ofrojë shëndetit dhe organizmit dhe të gjithë trupit energji dhe forcë imunitare për të siguruar një mirëqenie më të mirë. Është padyshim një nga dhuratat mrekullueshme të natyrës dhe kjo është receta me vaj ulliri. I pasur me vlera të larta, vaji mbetet mbreti i shëndetit të mirë dhe kuzhinës së shijshme. Ai shton shije të padiskutueshme gatimeve dhe recetave të ndryshme anë mban botës, por krahas asaj vlerat të larta vaji ulliri jep edhe në organizmin dhe mirëqenien tuaj. Sipas studimeve, konsumi një lugë vaj ulliri esëll në mëngjes ofron benefite të qëndrueshme për organizmin e fuqishëm për gjatë gjithë ditës. Studime të shumta kanë treguar se njerëzit që konsumojnë rregullisht vajin e ullirit janë më pak të prirur të vuajnë nga sëmundjet koronare, kardiovaskulare, duke përfshirë tensionin e lartë të gjakut, atakun kardiak, nivelin e lartë të kolesterolit në gjak e të tjera. Vaji i ullirit lidhet me numrin më të ulët të humbjes së jetës nga sëmundjet kardiovaskulare në vendet që e konsumojnë krahasuar me ato që nuk e përdorin. Studimet kanë zbuluar se vaji i ullirit e mbron trupin ndaj zhvillimit të qelizave të dëmshme. Ato kanë arritur në përfundimin se vaji ul aktivitetin e P21-ras, një onkogjeni që parandalon dëmtimin e ADN-s. Studimet tregojnë se ndryshe nga vaji i misrit, i cili rrit agresivitetin e problemeve, vaji i ullirit kishte efektet krejt të kundërta, duke pasur ndikime më të larta sidomos te problemet e gjirit. Një nga përbërësit e vajit të ullirit është oleo kantal, një lloj fenoli natyral që mendohet se nxjerr jashtë proteinat abnormale të Alzheimerit nga truri. Për të mbështetur këtë informacion, studiuesit shpjeguan se sëmundja e Alzheimerit është më e vogël në vendet e mesdheut ku konsumi i vajit të ullirit është më i lartë në botë. Të mirat e vajit të ullirit në aparatin tretës janë zbuluar fillimisht pas studimeve që janë bërë në lidhje mes ushqyerjes dhe radikaleve të lira. Studimet kanë treguar se nivelet e ulta të problemeve të aparatit tretës përfshin stomakun dhe zorrën e trash. Kjo më së shumti atribuohet polifenoleve të vajit dhe antioksidantëve të tij antiinflamator. Vaji i ullirit është i pasur me acid oleik dhe tristol. Ai ndikon në shmangjen e problemeve të pankreatitit akut, që është inflamacioni menjëhershëm i pankreasit. Ndaj, edhe nisja e ditës me konsumin e një lugë vaj ulliri është veprim ideal për të fuqizuar organizmin, gjithashtu për t'i dhënë atij energji gjatë gjithë ditës. Sigurohuni të konsumoni vajin e ullirit në dietën tuaj dhe do të siguroni gjithashtu një jetëgjatësi më të mirë dhe funksione më të forta të organizmit. Në qoftë se vuani nga fryrja e barkut pas ngrënies ose keni probleme me konstipacionin, duhet të provoni këtë truk. Të pikni një lugë gjedhe me vaj ulliri me stomakun bosh. Acidet yndyrore të vajit të ullirit dhe vitaminat e tij të shumta mbrojnë qelizat dhe përmirësojnë ndjeshëm funksionin e sistemit imunitar. Ushqen fytyrën e thatë, trajton aknen dhe rënien e flokut. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësi në rutinën tuaj të përditshme të bukurisë, sidomos nëse ndjeni lëkurën e thatë dhe pa jetë. Mjafton një masazhim i thjeshtë me pak vaj ulliri ose kombinime të kuqeve, pure karote, vaj kokosi dhe fytyra juaj do të marrë ushqyesit e nevojshëm. Mëlçia është ndër organet më të rëndësishme të sistemit tretës. Ajo kryen disa funksione, metabolizon të gjitha elementët ushqyes dhe gjithashtu i jep edhe përmirësime të organizmit tuaj. Ndaj, vaji i ullirit mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për të përmirësuar shëndetin e mëlçisë dhe për të parandaluar komplikacionet e saj. Ndaj, nëse doni një organizëm më të fortë, duhet të përfshini vajin e ullirit në dietën tuaj. Vëmendje. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu. Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.